Orët e fundit, rrjetet sociale dhe bisedat publike janë mbushur me një pyetje që po qarkullon gjithnjë e më shumë. A ka një përçarje mes dy emrave më të komentuar të momentit? Pas deklaratave të drejtpërdrejta të Grida Dumës në emisionin Top Story, vëmendja është zhvendosur te një lëvizje e heshtur, por shumë e komentuar në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për faktin se Grida Duma nuk e ndjek më Ervin Salianin në Instagram. Në një kohë kur çdo veprim online shihet si sinjal dhe çdo klik interpretohet si qëndrim, ky unfollow ka ngritur menjëherë aludime. Për shumë ndjekës, ky veprim nuk duket as pak i rastësishëm dhe ka hapur diskutime për një ftoje të mundshme të raporteve. A kemi të bëjmë me një distancim politik? Një keqkuptim personal? Apo thjesht një vendim privat që po lexohet më shumë se ç'duhet? Fakti që asnjëri prej tyre nuk ka reaguar publikisht, vetëm sa e rrit kurreshtjen dhe ushqen spekulimet. Deri në një sqarim zyrtar, rrjeti vazhdon të analizojë çdo detaj. Një gjë është e qartë, një veprim i vogël në Instagram mjaftoi për të ndezur debat dhe për ta kthyer këtë histori në temë të nxehtë. Po ju, si e shihni këtë situatë? Rastësi apo mesazh i fshehur? Na tregoni mendimin tuaj në komente.